Në politik nuk pajtojnë gjithmonë. Në ekonomi shpesh kanë tensione. Por këtë muaj, SBA-ja, Meksika dhe Kanadaja do duhet punojnë si një ekip. Arsyeja është futbolli. Botrori 2026 do t'jetë më i madhi në histori. 3 shtete do të organizojnë bashkë turneun me 48 ekipe dhe 104 ndeshje. Por këta numra nuk janë vetëm pjesa që shihen në sipërfaqe, sepse prapa këtij botrori ka edhe një histori politike. Këto 3 vende janë partnerë të mëdha ekonomike, por jo gjithmonë pajtohen mes vete. SBA-ja dhe Meksika përballen vazhdimisht me debate për kufirin dhe migracionin. SBA-ja dhe Kanadaja shpesh kanë tensione për tregti dhe tarifa. Megjithatë, gjatë botrorit do të duhet punojnë bashkë gjatë gjithë verës. Do të duhet të koordinojnë sigurinë, lëvizjen e tifozëve, vizat, transportin dhe logjistikën nëpër disa prej kufive më të kontrolluar në kontinent. Pra futbolli po i ul në të njëjtën tryezë vendet që politika shpesh i ndajnë. Dhe këtu hyn ajo që quhet soft power ose fuqi e butë. Një botror nuk është vetëm spektakël sportiv, por edhe imazh, ndikim dhe diplomaci. Vendet pritëse fitojnë vëmendje globale, tërheqin turist, promovojnë ekonominë dhe dërgojnë një mesazh te bota. Ne jemi të aftë të organizohemi, të bashkëpunojmë dhe të jemi në qendër të vëmendjes. Kjo është arsyeja pse shtetet e mëdha e duan kaq shumë organizimin e ngjarjeve të tilla. Edhe nga ana tjetër, mega eventet nuk tregojnë vetëm fuqinë e një vendi. Ato i nxjerrin në pa edhe problemet e tij. Protesta, presion diplomatik, pyetje për koston, sigurinë dhe të drejtat e njerëzit bëhen pjesë e të njëjtës skenë. Pra në këtë botror, kur miliarda sy do të jenë mbi fushë, një pjesë e lojës do të zhvillohet edhe jashtë saj. Pyetja është, a mund t'i bashkojë futbolli vendet që politika i ndan, apo vetëm i mbulon përkohësisht përçarjet? Për më shumë tema gjeopolitike si kjo, ndeq dhe Gjeopast.